Pra, dëshdashur vazhdojmë programin pak ekstra sonte, sepse është nasia jone e madhe, edhe jemi në fund të muajit të shenjtë Ramazanit, pra, kanë met edhe një agjerim, do me thonë, edhe pastaj vjen Bajrami e gjitha të mirat. Mirë po, edhe për neve është shumë mirë, sepse taravit, si zakonisht, kanë zgjatë dhe zgjatin pak ma ekstra, edhe ne zgjatim emisionin ma ekstra, sepse është në deri jonë që kemi e ka shumë qendra, edhe kemi pas gjitha këtë Ramazan 2025, edhe ja pra më në fund edhe qendrën e madhe në Oslo këtu, xhamia e re, me gjithat mirat, dhe me thonë, komplet e re. E tash për ato e kemi edhe kryetarin e qendrës, edhe e kemi imamin e qendrës të xhamisë Oslo, tash e jam një ri, dhe me thonë që është edhe quhet ashtu në të fejta. Është kënaqësia pra që jeni këtu sonte edhe thash ma herët I patëm prej gjitha pjesëve të Norvegjisë, në qendrat tona shqiptare që kemi, edhe ja pra edhe kemi edhe të fejtën këtu. Duke nisë me tush t'i përshëndesim musafirët e sidomos Erdoani që s'na ka kohën moti. Erdoani përshëndesim edhe falenderojmë që arsonte me neve, për shkak se Erdoani herën e parë ku ka ardhur këtu e ka pasur një fjalë goxha të fortë, edhe I ka nejtë asa fjallet se ne shumë shpejta do të bëmë me lokal, do të blejmë xhamin dhe do të pagujmë, kështu që sonte këtu me arsjetu, do shtë edhe pagesën e objektit që e kanë pagu, edhe tash janë projektet e radhës se në realitet kur bëhet një punë, vazhdoj punë tjera edhe punë të mira, punë të ajrit. Kështu që hoxhën alësh ne kemi, jo vetëm musafir, po e kemi njërin e shtëpisë tu, gjithmonë kur kemi pas nevojë për me pas edhe këshilla islame, edhe këshilla tjera kemi pas hoxhën, sidomos edhe Erdoani ka pas përkras krah djathtë për t'i prinjë projekteve dhe punëve marrë të mira që I ka bënë vetë qendra fetare, shqiptare, kulturore në Norvegji. Do të shpëlef për thirrjen, për ftesën, Zoti ju shpëlef për punën që e bëni. Desha me ju falendru edhe njëherë në emër të qendrës tonë. Natyrisht Erdoanin e përmend kohë gjatë jemi bashkë, ka dash Zoti I madh, bashkë kemi arrit ato synime që I kemi. Zoti juve ju shpërbleft për to që ka bëni, sidomos këtë muajin e madh të Ramazanit. Pesat, kontributin, duke njoftu njëkohësisht edhe opinionin për aktivitetet e qendrave dhe xhamive që janë në Norvegji. Ashtu besoj që kjo na ka ofruar neve shumë, edhe neve për me ditë pak më tepër për qendrat, për me ditë më tepër për as punëve që janë bë aktiviteteve, se duke përfshin punën e muajit Ramazanit me gjitha aktivitetet duke filluar prej iftareve, teravive, e aktiviteteve tjera shtesë, po kem përfituar nga ajo edhe më tepër për xhallarëve që kemi pas tu, edhe nga ajo se si po kontribuojnë dhe si po punojnë në qendrat e tyre. Elhamdulillah Zotit tash kemi shumë qendra tona shqiptare këtu në Norvegji, nuk kemi filluar prej një këtu deri atje. Bashkë në verës kemi rrinë alo, po deri aty dikun kemi rrinë. Kështu që besoj që është një sen I mirë për neve shqiptarë të ardhmen, që të bëjmë ndoshta sikurse Ceko Alushi podcast, bëjmë pak më tepër. Jo të realizojmë programin me gagjësore, po të bëjmë bashkë program me epizode. Me tema. Atëherë, me njerë po fillojmë me Erdogan me të fushë I tha, e ki dhonë fjallën, e ki mbajt fjallën edhe ja pra, u bëhe dhe qendë. Na mundsoj me ndodha, ja, po më ka Erdogani, është këtë grupa. Kena elhamdulillah xhamati mirë, është I madh, këtë kanë kontribu. Allah na mundsoj me realizuat plan që kena pat. Edhe na u bë shumë lehtë fakt kur e mendum si u bë, çish u bë, deshti Zoti u realizu. Alhamdulillah. Edhe pse a do shumë punë. Domethënë edhe në atë aspektin ekonomik, po edhe punë fizike, ne kem marrë disa herë kem vizitu, e kam pas aty ka pas shumë punë, nuk ka qenë edhe lehtë se dikush tash, është aty duket lehtë. Si Erdogan edhe hoxhës, po aty ka pas shumë punë, ne keni pas me data caktuar me kry punë. Dhe me arrit qëllimit që të hapet, domethënë në datë, ku e keni pas planifikuar, domethënë që tjetë edhe hapja solemi. Kjo po do me u tregu modest, Allah I shpërbleft, do në zemër 620 apo 30 metra katror, ka qenë hapësira e lokalit cilin e kemi marrë tash që është xhami. Dhe gjithë ajo hapësirë 630 metra katror kemi pas, domethënë, fal organizimit të gjithëve duke qenë në krye të saj Erdoani. Është bërë një plan për 35 ditë, me u demolu krejt, me u prish krejt, me u renovu, me u meremetu, me u rregullu dhe me ardhë xhamia në këtë gjendje që është sot. 35 ditë, për mu ka qenë e pa arritshme, mirë po duke
e falendru Allahun fiks pare, pastaj Erdoganin dhe të tjerët që ishin, këta me përvojën e tyne, të regun që ka mundësi me u arrit ajo, e bënë një plan organizative dhe realisht u arrit ajo që tash për mu si imam, si hoq, ishte diçka e pare që me. Po për plot u kona ajo, plot kanë kiminina që është adin nashta është për disa vjetë ose kalon koha mirë, po kjo një me u bo shumë shpejt, po që është e mira që është inspirimi shumë tjerve që mundet më bo, kur nisët diçka, me një shoshnit mirë, edhe me shokët e shoqe, gjitha ata së bashku, pra mundet më arrit, që që kine arrit edhe ju. Për shamë ka dal edhe ja tash, pra edhe, është edhe pagune, po ndo këtë krejta, po? Po. A u met edhe naj pjesë, a gati? Kish pagum. Do me thonë është... Nuk ka borç. S'ka borç. Jo, s'ka borç. Qaj është edhe ajo tjetra. Vlera është dikon, nëse e marim tash dhe vlerësojmë, vlera është dikon 2 milion euro, apo 20 milion kruna. Dhe fatmirësisht na nuk kemi asnjë cent borç, krejt është e pagume, edhe rregullimi që është bo me ndihmave të anake, normal që puna e dorës, e cila është u kushton. Në bazë këtyne që kanë firma dhe kanë biznese, i kom kuptu edhe në disa sende tash. Kom kuptu se një projekt, nëse ka shpenzime 100%, pardon, 70% shkon puna e dorës, apo? Varet, po normal, na shumicat për gjematit tonë janë këtë dërmëtarijës edhe. Kena pak ma letë. Po me pak kështu projekt me konë, normal se del shumë ma shtrejtë, se punëtorët kushtojnë, materiale kushtojnë. Po këtu kanë kontribu shumicat. Edhe shokë që e kena Norvegjeze, ku marmi materiale, edhe ata kanë kontribu. Kër e kanë njëse, jina të e bo ketë, jina të punu, në më thonë... Voluntarisht? Po, edhe na kanë qudit edhe ata. Kanë dhonë material, a i njoni ka dhonë bilëm 70.000 kruna veç ma. Ju kanë bashkëndit aksionet që të geni Mashallah, sa mirë kjo punë. Ju Erdogan jetën e përditshme edhe ju jeni afarist, keni kompani, keni biznes tuaj. Dhe më thonë që nuk e ke pas problem me gjetë ato kolegë të ju. Se këtu s'keni po konkurencë, ku zonë si kush. Kena punu mas ditave. Shemë binë saba ishmin në punë të ju që ashtu. Po, mandej brombje... Keni vazhduat. Punojsh me derin 10, 11, bo më kedhe 12 natës në ka zonë. Dhe më thonë me një afat rekord, me ba një shpit zotit edhe në ato, dhe më thonë në formën ma bashkohër, ma modeste, duke i përfshi gjitha, edhe gjitha treja, deri, dhe më thonë prej regullimit interiorit edhe atë gjerave teknike, ventilimit, gjerave që janë ma me nësi për një objekt. Me vizatim, me interior, me krejt, për gjematit. Kete kanë bo ka një hisa ati. Po shka interesant se me kap një projekt t'il t'i qëtër kun, s'ka shans me kri. Po, që ta fat. Nuk ka shans, bla. Shka u bo, qishu bo, edhe unë në herë vetë u që di që më thëshe, i thëshe, për 35 dit kam u kri, i thëshe, s'ka shans ka mu kri. Vallajn u kri, edhe u që di, pak qishu u kri, po deshti zoti, u realizu. Jeni shembol i mirë për shqiptarë të Norvegji, sepse në anë dashtë të daldojnë pak për atin e veneve përëndimit, pjesës tjetër, diasporës, Gjermani, Zvicër, që ato kanë nërtu shumë xhamia për themelet deri në kolm, do mënë që ati, por ja që edhe një shembol i mirë juve që arritët ta bani me një afat në rekord, edhe ta shoq, që ka përfshin në kadrë, se na kuritojmë xhami, dikush meron vetëm me armë falë, aty edhe me ikë për shtëpisë. Jo, është një qendër, më që përfshin, po. Kom thonë vazhdimisht që xhamit në diasporë nuk janë vetëm xhami, janë qendra, realisht xhamia është një pjesë e saj, një krah i kësaj qendre, e që këto qendra në këto vende, apo xhami me i quajtur këto vende, realisht e luajnë rolin edhe të adhurimit, po e luajnë rolin edhe të socializimit. Ku njerëzit ku vinë, qëndrojnë, rrinë, na kemi nevojë për njëri tjetrin. Duke e pas sidomos në kohën e sodit sa shumë i ka kaplu vetmia njerëzit, plus na jemi në një vend huj, nuk jemi në vend lindje, e këto ambiente afër xhamiave, gjithë me xhamia, atëherë natyrisht përbojnë një atmosferë të mirë për bashkëvendas tonë, për komunitetin tonë, edhe të tjerët, të cilët vinë, rrinë, qëndrojnë, pinë kafe, dhe më thonë nuk është ma vetëm ajo me qujtë si kur në vendlinje një xhami, ku ti veç shkon dhe adhuron Allahun te barek ve teala dhe mbaron çdo sen. Jo, këto i ke gjitha aktivitetet e ditës, është pjesa e grave, ku ato kanë
pjesën e paltorës, xhamis, e kam pjesën e sallonit kafeterisë ku mundet me ndajt, po ashtu edhe tek burrat është. Dhe gradualisht na kur e kemi marrë në fillim këtë hapësirë, kemi menduar që për një kohë jemi të qetë. Dhe nuk kemi nevojë me mendu për një afat 3 ose 5 vjet për zgjerim apo më shumë. Mirë po, ky Ramazan, mas 3 muaj apo 4 muaj që erdh, neve na nxonin befasi. Na nxonin befasi në kuptimin e asaj se kjo hapësirë të cilën sot e kemi nuk po na nxen. Dhe kemi fillu tash me mendu alternativën tjetër në katin e dytë, me kalu parafarsisht edhe atë vend gati se e kemi të rezervuar. Dhe aty mendojmë me bo një shkollë, pa konkretisht ti mundesh me tregu shkollën cila do të jetë e veçantë në Norvegji. Do të jetë e veçantë në Norvegji. Alhamdulillah, ne kemi plan, ajo u ka vendosur më për kryesisë edhe pi bashkëpunëtorë që kina jashtë vendit, janë nga Shkupi ata. Dhe kanë qelë një si kurs, as kurs pas as shkollë, ma shumë si kursi, është për zbulimin e talenteve të fëmijëve. Me robotik, me programim, matematik edhe gjuhën shqipe. Po e bëjmë me një landë. Dhe qelen 3 klasa, vinë mësust nga poshtë, ato mësust janë inxhinera, vetë, programera, e kjo një sen shka Allah dhe në ndihmoje një aktivizu këtë fëmijë që ka i kemi, se kur t'i shohmi sa fëmijë kemi, i na çudit edhe si vetë ka dulen këtë ata fëmijët, po çdo vikend, kur e shohmi këtë ftira të reja, 50, 60, 70 fëmijë, në thonë, as si kina ditë, ka janë, ka vinë ata. Edhe e shohmi se kina nevojë. Ajo është një api strategive që kina me realizu qatë plan, edhe me va mundësu si cilit, kush do koft, me mu registru. Kjo shkollë, kjo institut që funksionon në Shkup, realisht është po përgatitet edhe në Mitrovic dhe në Tiranë. Këta kanë një kohë që janë duke punu në Shkup, dhe kanë kalu më shumë se 1000 nxënësa në këtë institut. Kanë kriju edhe përvojën. Kanë kriju përvojë, ku fëmijët talentohen, mësohen se si me bo një robot, se si me bo programime ndryshme, këtë mënyrë digitale. Skylab e ka emrin këtë shkollë, në Shkup, dhe mendojmë që inshallah e njëjtë e marrë në këtë sistem këtu, që jemi të e përgatit terrenin, jemi të i gati një pjesë e madhe e kësaj të organizimit të kësaj shkolle është kry, kam bejt edhe pisa gjera jotë më da, e po shpresojmë që shumë shpejt kemi me fjallë. Jo, ishte një rësi e mirë alush për ta ditë edhe ta ndëgju gjithë shqiptarë sonte që për në ndjekin, se nuk jemi dhe më thonë të gënejt edhe na këto shumë pasiv, pra atë ishte qëllimi pyetjes që u parashtru se si qendër, si xhami, çka ka në tamër me bo diçka se projekti djali që e ki ofër këtë Verdonit nuk pritet më ndalë, dhe më thonë ki do të vazhdo në punu, ne kem gjena në hapje, solemnë të xhamis juj, i ka përqi gjithë cilit, ashtu, po. Se ajo shkollë ka zbulu talenta fëmijë, e ka në zonë edhe venin e parë këtë balkonin, në zonësat, në gardë, kur kanë shku, në botë 700 vend, në më thonë shqiptar, fëmijë shqiptar, e ka zonë venin e parë në botë, venin e 7 në botë, kur kanë drejqë robot. Në robotikë. Robotiken. Shka thojnë ata, thojnë, subhanallah, kur kanë orë fëmijët, as fëmija se ka ditë se ka qatë talent. Prindi mu ala ma heq, kur ka dalë fëmija, ka dalën se e ka një talent se... Talent ashtë, pas bulum. Pas bulum. Pi shemë 500 zonca, 150 zonca janë shumë aktive se e kanë një qëfar talenti, e kjo është qëllimi jonë. Qëllimi jonë është, e dimi se ke ndashta s'mujnë mu bo 100% talenta, po pakten me zbulu ma herët, edhe me di se me informu edhe prindit se qëki gjallë ose qëki qi, ka talent, mos i shlojni edhe ka mundësi me... Kjo është
puna e këtive gjemve të ri, se janë 14 sos, më duke mos gaboj, këtë inxhinera dhe këtë kanë nisen, domethënë si ide fantazie. E kanë realizu, ka hinë, domethënë në sukses, edhe shohin se janë të hecë para. Po. A është kjo për shembull që kemi bisedu edhe me disa kolegë t'juve, edhe musafir që kemi pas nga truje shqiptari këtu, këto konat e fundit, dhe me thonë se çka po ndodh në botë me luftna, me gjitha ato, edhe ne shohim se trit frekventojnë shumë qendrat. Tash shumë ma shumë po vinë trit se që kanë ardhur përpara. Se ju përmendet për shembull të ju keni pa ftyra të reja, na po shohim këtu ftyra të reja. Çashtu tha edhe Drameni, çashtu tha edhe Stfolli. Do me thonë shumë ma shumë tri po vinë, po afrohen ma shumë, edhe normal që pe lypin edhe atë e qetësinë shpirtërore, se nuk është krejt me materializëm, do me thonë, ma e madhe që është po tregohet tash, do me thonë qetësia shpirtërore që e ki këtu, e lyp aty ku e ki prindin, shoqënin, ose identitetin tonë dhe afrosh aty. E tash me siguri edhe ju kur e keni pa këto, edhe është shumë mirë që pe lidhni këto me qatë shkollën, që nuk është ajo vetëm shkollë elektronike ose robotike, po aty është edhe gjuha. Edhe është njëri tjetri mu njoftu, edhe tjertë mu njoftu që nesër mas nesër mu rrit kjo komuniteti edhe më i madh, edhe normal që se sa qendër ka me prodhu diçka, tash ju po nisim me prodhu këto, e tash me siguri se këto tjera qendër që ndëgjojnë, e le të marrin këto edhe e le t'ja fillojnë edhe ata me gjetë diçka që me prodhu edhe ata diçka. Se na e kem vendin, vim këtu, adhurojmë, falemi gjitha ato mirë, po ta shfrytëzojmë atë objektin. E ti tha mirë Sabri, nuk është ajo vetëm me ardha aty, me krye ato 5 minuta dhe me shku, po ta shfrytëzojmë komplet, e tash ju mas e keni nis to, ma merr menja që edhe tjertë mundën mu lidh me këto, edhe pak ka din që thojnë me shfrytëzu ato objekte, me shfrytëzu ato sene që i kemi edhe ma shumë se që duhet. Nuk është e keq që nesër kur del për shembull një fëmijë se sot që ajo edhe po lypet për shembull me një produkt të ri, ose prodhon një diçka të re, dhe ajo është ajo që se cilë e ka qef me pas mine vetë. Sidomos kur ndodhin këto sene se është koha e keqe që fëmijët tonë që ka ndodhë tash në përbot, tash po volim për Norvegji këtu, nuk është mirë me najtë në rrugë. Nuk është mirë prindi mës me ditë ku e ka fëmin, ose me rajtë fëmija prinderin që po shkon shkolla, as po shkon hiç shkollë. Për shembull, janë shumë sene, sidomos të gjeneratat e reja që është edhe rrezik. E tash ajo është puna që përboni ju këto është shumë e lavdishme, sepse kjo për kërkohet, kjo kërkohet edhe për shtetit norvegjes, do me thonë prindit duhet më aktivizu që me bo diçka, se shteti s'po mundet s'ka kontrol shtetit, thjesht. E kjo është shumë e lavdishme. A do tjetë kjo për pa pare apo me pagesë? Nuk dojna mi hinë atë temë, qëtash se nuk i kina të qartë, ama natyrisht se ka hargjime, ka shpenzime, po nuk kemi ra dakord 100% se që shka me funksionu. Normal, unë besoj se duhet si cili me dhonë pages. Duhet me pas. Unë kam e koni pari, se unë vetë kam fëmi. Sidomos participim, duhet pa unë kam i registru atë ma të vogli shka i kam, se e di e kum pa me si temi si qëfar teknologi e kanë. A është një teknologi se çdo fëmi i ven interesant me punu me ata, pa ata se din se ku e qon ajo teknologi. Ajo e qon me një nivel ku as vetë fëmija nuk e din. Kjo është një sen shka na, shembull, kur e kum pa me si temi se ne jemi shumë brapa. Ne në fakt kur kundës jemi. Norvegji nuk ka fakt bashkë që kitë sistem, kishat e kanë një qëfar sistemi, ato investojnë fakt e fëmit, po nuk e kanë që kitë nivel, që ka mendojmë na. Inshallah do në zotin ndihmojnë këta gjemë që ka janë në Shkupe, në Kosovë, në Tiranë, shumë optimiste janë, edhe e kanë vendos vetë marrën këtu, por me lonë venin e vetë, marrën në Norvegji me kontribu, jo se kanë nevoj ata. Ato kanë shumë punë poshtë. Po veç me na ndihmu, me realizu këtë plan, kanë vendosë më ardhen, dhe më thonën, di inxhinera, që ka janë specialist për fëmi, jo për të më shumë. Dhe kanë specializu vetën veç për fëmi. Dhe më thonë, na jena shumë të knaqë se na kanë mundësuat,
si cili nuk ta bon atë punë, ma ardhen me shlu venin, marrë këtu, mu marrë me fëmijët tonë, Po. alhamdulillah ka burat mirë, kanë vendosë. Ka ta tillë që ende dëshirojnë me na pa mirë, është si komunitet si shqiptar. Prej përvojës e kemi pa që çdo herë kur po ka diçka, sa do i madh me ko një organizim kur po është gratis nuk po vlerësohet. Edhe mendoj që kjo gratis duhet me fillu me u hjek prej mendjes tonë, me ditë që çdo investim i mirë paku duhet me u pagu. Ai investim në shkolla tjera paguhet shumë. Na nuk e kemi atë qëllim, kemi synimin ose s'mursh me i heq nashta. Po, ose s'mursh me mri deri aty. Qëllimi është veç mi angazhu fëmijët, me qenë mas serioz, mos me marrë si një lloj loje. Po shpresojmë që, domethënë, shpresat i kemi që do të jetë një projekt i madh. Ato që e përmendëm më herët, se cila qendër ka fushën e vet në cilën punon, dhe realisht kjo është ajo që na porosit pejgamberi sa, thotë muslimani për muslimanin është sikurse muri, ku vendosen tjegullat një mbi një dhe ashtu forcohet ai muri. Pra, secila qendër kontribon në një fushë, dhe tjetra e plotson aty ku është e zbrast, dhe kjo është ai kombinimi dhe kjo është ai plotësimi i njëri tjetrit në qëllimi ku është krejt në edukimin e fëmijëve tonë. Sidomos në edukimin inovativ me teknologjinë tashmë bashkëkohore, ku puna e kjo kurse e ceket ju për këtë Skylab, unë vetëm si fillova të kontrolloj diçka këtu në YouTube, i pas kanë disa video këto djem të Shkup, edhe shifet se çfarë kushte mira kanë që punojnë në Norvegji nuk i ka. Sinqerisht ka i shok këto me gjithë këto sepse kjo aparatura dhe gjithë kjo teknologji që përdoret, kjo ka kostën e vet. Dhe kjo është një unë mendoj që edhe me dash dikush me shfrytzu këta falas, është gjuna prej Zotit. Se një mundësi e mirë për të arrit qëllime, sepse këto nuk mesin këtu, ato fëmijë aty. Aja është baza, domethënë, fillimi i një krijimit, një identitetit ri. Për ato fëmijë tonë, gjeneratës tonë më të mirë, më të re, më të shëndoshtash, për të arrit qëllimeve ku po e dim. Ka po shkojmë. Po shkojmë tash ardhmëria ku po shkon. Po. Këtë digitalizim, këtë robotik, këtë. Prandaj ti me përgatit një fëmijë prej moshës 8 vjeçare, 9, 10, 11, se këtu është ajo prej 8 deri në 14 ose 15 do të jetë. Me përgatit qysh herët, mi ja tregu, mi ja zbulu talentin edhe me i thonë kjo është rruga jote. Unë besoj që ai kur i bën 25 vjet, 30 vjet, ai do të jetë njeri i kërkuar ndërkombëtarisht në kuptimin e përvojës që do ta ketë. Atëherë me vërtet bravo ju koft edhe ne do ta përcjellim këtë kohën edhe këtë projektin, po edhe ata do t'ju ndihmojmë normal në atë kapacitet na që kemi sa më shumë që ti dalim kësaj, domethënë se tash ju e keni vërtetu. E keni nisni diçka që shumica kanë menduar që nashta veç po folet kjo. Po tash u kry Ramazani parë kaloi, domethënë gati, kështu që e keni vërtetu. Të lidhëm pak te xhamia, do me thonë te faltoria, sepse tash Ramazani parë patët edhe musafir prej trojeve ndryshme po më duket. Qysh ka lut këtë Ramazani parë? Përgjithësi mirë, natyrisht pak pa përgatitur në kuptimin, për shkak se jemi marrë deri tash ma konkretisht deri në dhjetor jemi marrë me xhami, me rregullimin e xhamisë. Gjëra teknike xhamia tipo më shumë. Dhe pastaj organizimi i umrës që e patëm në shkurt, ajo na muni kostot kohës dhe të angazhimit. Mirë po megjithatë nuk e kemi lënë keq, kemi pas musafir një muslimane shqiptare e cila jeton në Angli, e cila unë u habita, nuk kom dëgju ashtu. Ka dikush 3-4 fakultete të kryme në 2-3 magjistratura, nuk kom ditë që ka prej shqiptareve, do të thonë një besimtare, nuk po më kujtohet emri tash, Muzejeni, nuk po më kujtohet mbi emri. Patëm një tribun me atë, natyrisht që një tribun mirë, po ashtu patëm musafir Hoxhën Mirsim Maliqi nga Shkupi, për një vikend, patëm vizit nga Kryesia e Bashkisë Islame Kosovës, po ashtu iftarat të cilat organizojnë çdo të shtune, ka qenë një ambient jashtëzakonisht i mirë i Ramazanit, sidomos tash që jemi rahatu me xhami
dhe nuk e kemi atë gajlin e qiras, nuk e kemi atë gajlin, po nduket ky Ramazan Erdogan na ka gjetë shumë relax. Na të relaksu. Po. Esun e kina që atin gat, as esu s'ka dhonë ma shumë kafe se sa kina dhonë. E maqina, mo... No, i keni bo konkurencë për të aty. Dhe ka Ja, kafe. kina ashtu pijen, kakao, Po kafe. mirë se keni atë kafe, atë aparatin e kafes e keni shumë të mirë, edhe ne kem shiu. E dim edhe ne tash, kështu që ata që nuk kanë mund me ardhur tash mund të vinë lirisht tash shijojnë kafen dhe jo, edhe pse jo ambientet e mira me ato ngjyra që i keni shumë të kapshme për shpirt, për sy, edhe vetë xhamia tregon se aty do të bëhet ibadet. Kina pa qatë shumë njerëz më herët, nër 250 veta se janë konë çdo taravi. Po. I kem po fotot në faqen e ju. Tash më shoh këtë tribunës, mos më met poshtë asaj musafir që keni pas, muzejen myftari, pas ka qenë te ju musafire. Po mirë, tash do të thonë kemi edhe nesër kismet edhe vjen Bajrami. Kur është koha për me ardhur, për shembull se tash mbaret dikun ma herët, dikun ma vonë? Bajrami do të falet 7:30, namazi Fitr Bajramit, ndërsa namazi sabajt në 6:15. Në 6:15 ajo që sot bën thirrje në xhumë, ndoshta po e shfrytëzoj prapë këtë rastin, duhet me qenë pak të kujdesshëm për shkak se ditën e diel ndrohet ora. Edhe pse ajo digital është, ndrohet, po dikush ka një shtëpi aty në muri. Dikush e shet ditën e shtunë, shembull është ngrit për sabah në ora 5, edhe llogaritmë ngrit 5, ndërsa ora ka ndru tash është i ka ikë një orë. E këtu veç këtu do të me qenë të kujdesshëm që mos na ikë namazi i sabahit apo namazi i Bajramit. Jemi duke bo përgatitjen, si zakonisht Bajrami është një fest e madhe për neve dhe mundohemi krahas obligimeve fetare, krahas faljes dhe ibadeteve tjera, adhurimeve tjera, natyrisht me pas edhe një atë pjesën e shërbimit, pjesën e koktejit me qujt kështu. Po kemi ëmbëlsira, servohen dhurata për fëmijë, që me u ndik Bajram, kjo feste Bajramit, tek gjitha gjeneratat, edhe tek vjetrit, edhe tek trit, edhe tek fëmijët. Po mundohemi kështu me kompletu inshallah. Edhe është ajo pjesa e fitrit, do me thonë deri në cëllë moment mundet njeri me kontribu, për shembull është deri para faljes ose? Po, do me thonë Bajrami prej Bajramit dallon ky Bajram, Fitr Bajrami nga Kurban Bajrami. Shembull Fitr Bajram, fitrat jepen deri para faljes së namazit të Bajramit. Ndërsa tek Kurban Bajrami, Kurbani duhet me u prej pas faljes së namazit. Kjo është dallimi. Ky Bajram e ka deri në faljet namazit, edhe pastaj nëse jep dikush fitra nuk konsiderohet fitër, shpërblimi veçantë që është, po konsiderohet sadak. Një lëmosh e cila edhe ajo ka vlerën e vet, po nuk e ka vlerën e kësaj. Prandaj deri tek falja namazit të Bajramit pranohen fitrat, dhe ashtu siç e ka dhe kjo qendër, domethënë ka 3 opsione të fitrave, 100, 150 kruna dhe 200 kruna, varësisht prej gjendjes materiale të cilën e ka secili e din veten e vet, secili e din obligimin e vet, prandaj secili e gjen edhe pastaj opsionin i cili është i përshtatshëm për standardin jetësor edhe ekonomik të cilin e ka. A duhet me pas një njet për shembull, ose a pyetët kur se ka dikush edhe pyet për shembull për ku po jepën ose çka, ose çu shkon kjo? Natyrisht secili ka drejt me ditë. Secili ka drejt me ditë. Fitrat zakonisht i dërgojmë në për 2 medreset. Medresen e Prishtinës edhe të Shkupit, aty ku kultivohet domethënë dija e fesë, aty ku dalin gjeneratat e reja të hoxhallarëve. Zakonisht aty, po nuk domethënë që gjithmonë është në këto 2 vende. Pavarësisht kryesia ku e shet përshtatshme prej vitit në vit me i dedikuar. Shumica në raste kërkohen atë. Neve kemi pas raste, kemi dëgjuar në radio dhe këtu kur vinë për shembull dikush kërkon, a mund kësaj radhe na i sjell një pjesë të fitrave neve për shkak të qëllimit caktuar. Ashtu kërkesat kemi të vazhdueshme, me të thënë drejtën, prej vendlindjes, prej organizatave ndryshme, prej personave të ndryshëm. Andaj çdo herë kur i mbledhet, pastaj vendosmi ka po i dedikojmë.
Po çfarë shemë thosh që tash na kemi bizeduar më herët për shkak si jetimat e Oslos që jena unë ti edhe e kena përmend disa herë pse mos me kërku edhe na te këtu qendra tona për shkak për hajde fitra. Po edhe na me kërku diçka tjetër që të ndoj, po. Ja, po jetima ju takojnë. Ne kishim Halil Kastrati mysafir edhe ju parashtruani pyetje se ishte pyetje jetimat e Ballkanit. Ja Lushi thas po menoni hiç për jetimat e Oslos, ta keni ardhur për atje, thas menoni për jetimat e këtuit, se ne bëm atë punën gjithë çka u dash ashitjare që do ta bëjmë vullnetar sepse e puna aty ne është e pazavendësueshme, pa kontestueshme, se çka bën i hoç Halil Kastratin vendlinjët tona atje, kur shtetet tona kemi drama me shtrime për tokë, edhe do të më jota dikush ndihmë, se ne kemi njerëz të varfër, kemi njerëz pastre, kemi njerëz jetima në realitet që kanë mbetë kërka dhe jam me shpite tyne që ka ndërtu vetë kjo organizatë humanitare, edhe kuzhinat e sillave, darkave, iftarëve për këtë muaj, më besoj që ata kanë rritë maksimumin e përfitimit nga vetë perënia, nga vetë Zoti. Ajo që ka po vrehet, se nuk është vetëm këto, po edhe në vendlindje, edhe në diaspor, shohim se shqiptarët kontribojnë. Mandat shqiptarët kontribojnë, janë dardhansë. Ajo që ju duhet me gjetë një adresë të besueshme, një adresë është e sigurt, e besueshme, dhe në momentin që kjo sigurohet, atëherë japim. Më habiti fakti shembull, më habiti edhe pse nuk është shumë për habi, duke i pa ato që ka po ndodhen, shembull tek Halili që u përmend, natën e 27, 5 milion euro janë mbledhur për një natë. 5 milion euro. Kjo është shumë është 60 milion kruna janë. Po, është me nënë tjetë edhe për të pëlqenë, sepse ato po dalin me projekte me fakte dhe më gjalla, po e shef njeri se këtu ka po punohet. Pa transparencë. Njëtë sigur të Erdoganit dale, ta shumë mënë që i komi mbledhë për publikatin e ditë shumë shpejt. Se puna e parë e tregon vlerën edhe dhe më verdiktin e jep, pasaj që do me botë ardhmen. Me fol tash me Erdoganin, se unë prap lidha me radion, për shembull ti lidhë me Kosovën dhe se Shqipëria, Maqedoninë e Veriut, po unë po lidha me Erdoganin që të afrojmë nga ngatë është që letë në projektet e radios për shembull se na qelë rrutë edhe na qonë edhe na dalim ma gjonë dikune edhe na i bom një dykat në ashtë s'po di në ashtë të animon e do me ditë lajmin e mirë në fakt xhamia e ka bleditin katë. Okej, po nëse kem di pa ata që xhamia e ka bleditin. Po presti me dhon këtë lajm. Po ti e shefi, bledish me dhonat. Xhamia e ka marrë ditën katë edhe alhamdulillah do të më falemndëroj Zotin se na mundsoi edhe atë me marrë. Kanë kontribuar vllaznit u kri edhe ajo punë, ne çajin atë luftu, inshallah don Zoti ta marrim edhe çat parin kat. Po. Atëherë na të kompletuam. Që aty që i folët për shembull për një kafeteria, po ose një gjeltora, diçka. Jo, ajo është për 4 katë. Ajo edhe një 4. Ajo është i ketë domethënë ndërtesës. Mundet po kena plan me marrë edhe atë ne me shfrytzu me mirëmbajt. Po. Çdo ditë, domethënë me kon çel. Ajo sot është mshel. E këshirmi me marrë edhe atë për si është një mungesë faktikisht e madhe që kërkohet për shumë shqiptarë. Ka nevojë. Domethënë me këtë katin e dytë që e përmendi Erdogani, tash jemi dikon 1200 metra katror apo pak më shumë se 1200 metra katror. Kafeteria cila është lart dhe pritet me u marr. Besojnë tash në muajin prill do ta dim se çka po definohet punë. Atëherë edhe ajo ka me pas atë rolin e vet, na jemi mësuar që afër xhamiave me pas edhe një vend ku shërbehet edhe hahet shqip. Në kuptimin ka ushqim tradicional. Edhe bisedohet pak. Edhe bisedohet. Ta krijojmë atë komunitetin tonë. Është mungesë faktikisht shumë që plot pyesin e kërkojnë edhe dhor Zoti pra që afrohet edhe ajo më shpejt vjen deri te puna e saj. Boll që to iftarat kur porositin bile me porosit pe aty drejt ata që porositin. Në realitet deri tash ne kemi pas disa akuza prej 2 kompanive apo 2 restoranteve shqiptare pse tha gjatë muajit Ramazanit nuk është porosit prej restoranteve tona, duke u nis nga ajo tha se çato që keni porosita prej restoranteve turqve këtu në Oslo, ke mujtë edhe na me abo. Po kjo ishte një pyetje që janë në radion tonë, në redaksin tonë, edhe ne tham, qa me bo tash na? A me shku me fol me xhami, tash ka me bo? Mira me fol që ju ne të shkërdit se ato... Kjo ka orë shumë volë, kjo ki mesar, në realitet kjo informat për ty në ka orë shumë volë. Shala në mot, direkt i kontaktojnë, veç të dimi kush janë ata,
Se njëtë kanë ndodhur edhe me xhamin këto tonë. Edhe këto kanë dhënë iftare, edhe këto në realitet se kjo ik shumë shpejt, qofse se ne e para ndoshta nga nis nga ata se s'kan kapacitet për mi bë këto. Po në realitet sa do paraqiten vullnetarisht se na mund ta bëjmë të njëjtën. Ata pse jo, kjo do të jetë një mirë, po thuhet anti do të me ditë. I komunikoni, ne kontaktoni për vitin e ardhshëm, edhe mund të jenë pjesë e organizimeve, pse ne nuk kemi dëshirë të lojmë ana shqiptar tonë që kanë restorante. Po ka nevojë të ketë më tepër. Kemi shfrytzuar, domethënë ata që kemi pas kafeterinë në Ryan, ata kemi shfrytzuar kur kemi pas, domethënë iftara, kemi porosit. Po tash për këto të rejat nuk e dim, na patëm iftar 400 vetë. Tash sa ka kapacitet? Ata e kishin kapacitetin bukur të madh, nëse kishin për shembull me pas informatën më herët, ata mundeshin me përgatit 500 600 çush na treguan vet ata, se ata edhe bashkëpunojshin me vetë. Për një informatëri. Është restoranti Spektrum, është Remzi Idrizi, edhe është restoranti i Lulzimit Adriatik e di, po, se... Adriatik me Spektrumin, ta mundë me bashkëpunu dhe mundë me prodhu shumë ushqim për shumë, se kishin bo edhe për tjera ta, e tregun. Po mirë, po nalim të kjo pjesa e reklamave, sepse për ndysha ata duhet me na pagu këtë Ramazan. Ka që një reklame mirë. Se jo, po ne, vallajnë të këshmi dit, në parë të këshmi vetë ata. Po se kemi ditën. Kjo pyetja edhe marrja përgjigj kanë ashtë jetim, tërsa nuk shkon të deri në të caktuar, kupton. Vonë ka orën e kjo informat. Po të njëjtën informat ke thonë pse ja ke dërguar xhamive. Po fakt është. Kështu shërbehet. Ashtu shkon kjo. Reklamohet puna. Ti shkon e din tek vendet ku shërbejnë ose kanë mundësi me bë. Edhe ja ofron oferta të cilat inshallah për vitin e ardhshëm besoj që me siguri vitin e ardhshëm do të realizohen to. A lush një pyetje për hoxhën gjatë aktiviteteve, gjatë teravive, dhe me thonë i keni falë çdo natë, keni pasur goxha shumë xhamat, se e kemi pa edhe na për fotot që janë publikuar, dhe me thonë ka qenë xhamia e stërmbushur, si nga ona e Grave, si nga ona e Trive, sidomos keni pasur një gjëra 3, mirë sa doni do si kanë pa kurrë, shku kanë ndalë në mushë dhe xhami. Edhe për neve që jemi goxha gato edhe jemi në radio, po i shohim fotot, dhe me thonë shumicën e rasteve nuk i kemi pa këtë gjë tot. Edhe kjo është një mundësi e mirë në tek këto objekteve xhamia kur mbledhen të bëhen edhe e kuptojnë anësinë e fesë në atë aspektin shpirtëror. Janë më të afruar. Edhe mes veti, edhe ajo që në realitet merr asaj kohë sa janë objektet e xhamive, po flasin edhe shqip. Ajo tash na duke ardhur këtu e bisedu me Erdoganin, që kemi filluar me bë pak një lloj çfarë më thonë një lloj matematike në kuptimin e asaj kush janë këto fytyrat e reja, tek janë për me ditë pastaj çfarë aktivitete me ju ofru, për me ditë pastaj me çka duhet me punu me ta. Vallai muhabit, domethënë, tash kemi fytyra të reja të cilat ndoshta asnjëherë s'kanë qenë xhami, si vjet kanë ardhur. Kanë ardhur gjatë namazit të teravive dhe ka pyetje të cilë deklarojnë dhe dëshmojnë vetë që kanë qenë në rrugë të këqija. Ashtu. Kanë qenë në rrugë të këqija, e dëshmojnë këtë me plot bindje. Dhe dëshirojnë me u kthy, dhe Ramazani dorën zemër është një shkollë ku na hym të pa mësuar, të pa arsimum dhe edukohemi dhe na çet të diplomum. Pra Ramazani është një lloj filteri i cili ty të merr me ato mëkate, gjunahet, gabimet të cilat i ke bë, të ushtron dhe të mush me iman dhe me pozitivitet. Pastaj me lejnë e Zotit madh kur kalon Ramazani ti veç se e ke shiju atë ëmbëlsirën e imanit, edhe ëmbëlsirën e shoqërisë, edhe ëmbëlsirën e dashurisë shoqërore, e besoj që pastaj kjo do të jetë një rikthim i mirë për rini. Ka mjaft vend për me punu me të ri. Ka shumë kërkesë me punu me të ri. Ajo zbrastira shpirtërore është tek një pjesë. Ajo që është mirë, nuk është, ma herët ka qenë si një lloj, së thëmë, turp, po ka qenë si një lloj me shku në xhami, ndoshta të kanë shikuar ndryshe. Sot nuk është. Sot nuk është. Sot vinë në xhami të gjitha nivelet, e të rive dhe të tjerëve, dhe realisht secili po e gjen veten me shoqërinë e vet aty. Besoj që këto nevoja kanë me qenë edhe më të mëdha në tardhmen.
Po ju keni pasur disa ligjërata edhe norvegjisht në realitet. Keni pasur edhe me përkthyes. Po. Keni dëgjuar don dëgjuar gjatë gjithë kohës. Ndoshta edhe kjo është një afrim më i afër për shkak fëmijëve tonë, fëmijët e gjeneratës së tretë, po them, tash këto dytës mund ta përzin pak. Po këto tretës ndoshta kanë qenë shumë ka ona e norvegjishtës, kështu që kjo e ka ndihmuar ndoshta më tepër për ta marrë me vete dhe për t'ia dhënë pastaj të tjerëve. Sepse më ndryshe mendoj për fëmijët e tonë, ta mësojnë për fen, për islamin mësojnë në gjuhën norvegjeze sepse e kanë edhe land. E kanë edhe në jetën e përditshme në shkollat norvegjeze kështu edhe shoqërinë norvegjeze, ndoshta ajo po i shtin që ta afrohen pak më tepër, edhe vetë majoriteti këtu norvegjez din më tepër për islamin tash. Po. Faktikisht e kemi vrejtë që fëmijët dashtëm apo s'dashtëm kur e shpjegon në norvegjisht e kupton më mirë. Pra ata në për çdo natë kemi pas ligjërat dhe çdo natë është përkthyer ajo ligjërat në gjuhën norvegjeze, po ashtu në planin e xhamisë. E kemi që çdo xumaja e fundit të muajit ligjërohet norvegjisht. Kemi një hoxh i cili është rrit këtu dhe ligjëron norvegjisht, po ashtu çdo javë, çdo të premte ka ligjërat norvegjisht, jo vetëm për shqiptarët, po edhe për të tjerët. Dhe po e shohim se kjo ka filluar me ndiku me i mbledh. Duhet me bo këtë mix, këtë përzimje, për shkak se kjo është realiteti. Ne biseduam edhe me kolegët tu gjatë muajit të Ramazanit edhe erdhëm me një ide që i pyetshëm ata kolegët tu për shembull se çdo Ramazan ne morëm musafir prej trojeve shqiptare, këtu prej barkësive këtu. E menduam për shembull a kishte qenë mirë për mu njoftu komunitetin jonë shqiptar që imamat që i kemi këtu për shembull me shku pak për shembull Sabrin me pa në Kristian Sand, Mehdin me pa në Østfold, Adrianin me pa këtu në Oslo, me shku për shembull pak edhe ju me bo një vend se me marë. Normal që është mirë me marë musafir, po edhe ju pak me dalë që mi ju pa njerës për shembull, ju pa komuniteti jonë. Atë më vjen shumë mirë. Shumë e mirë, si ide është shumë e mirë, po pak vështirë e realizueshme, sidomos në Ramazan. Shkak se Ramazani po i ka obligimet e veta, po i ka angazhimet e veta. Me të qenë me një qytet është më lehtë, ama na po e dim shembull Salzburgu i ka 80 kilometra. Pak kjo po na e vështirëson. Ndërsa jashtë Ramazani ka mundësi ato shembull xhumat. Ku hapësira është pak më e lehtë frekuentimit të lëvizjes. Po, ideja, zotin e kemi pas diskutu ma herët këtë. Ju erë mirë aty me edhe kështu që atëre ne po afrum ka dale edhe sonte po kalojmë do me thonë shumë shpejt edhe orën për Bajram edhe këtë natën e fundit do me thonë të agjerimit edhe syfyrit, çka du të kemi kujdes për shkakun deri sot vjen koha e namaz Bajramit në veçanti. Po çdo herë kur bën një punë të mirë, atëherë shpreson që ajo të pranohet tek Zoti. Dhe zakonisht natën e fundit, ditën në vijim, na duhet me u koncentru pak në çështjen e pranimit të veprës tek Zoti. Pak se e dim se Zoti i Madh nuk pranon vepra të cilat nuk janë të sinqerta. Prandaj çdo punë të cilën e bën edhe në dunja, edhe e merr një projekt, ki mundësi me pas gabime në atë projekt. Edhe kështu, edhe adhurimet cilat i bojmë, na ka mundësi me pas gabime gjatë aty në adhurimeve, prandaj është koha ku na duhet me kërku falje prej Zotit, e të njëjtën kohë me kërku prej Zotit të Madh, me na e pranu këtu. Natyrisht deri në Bajram tash gëzohemi që kemi arrit një muaj ditë me kry një obligim të madh të cilin kemi pas. Kjo na bën me undi mirë, kjo na bën me undi ndoshta krenar dhe me shpresu tek shpërblimi i Zotit Madh. Përgatitja për Bajram. Ky Bajram tash e ka një veçori nga Bajrami i kalum, përderisa kemi agjëru një muaj ditë. Tash është e preferuar sipas sunetit të pejgamberit e sa, para se të shkosh në xhami, kur del nga shtëpia, me marrë dhe me ngranë diçka ëmbël, qoftë ndonjë kokër hurme, apo diçka që është ëmbël, për shkak se me këtë dëshmon se tash nuk jam agjëru shumë. Pastaj me dal ajo këtë ditë festive me undi në familje, ajo që ka shumë preferoj është
me u shpërnda dhurata brenda familjes. Me i bo fëmijët me ditë që kjo është ditë e veçantë për neve. Ne kemi pa shembull të tjerë festat e veta sa bojnë dhe sa shpenzojnë për dhurata, dhe dhurata e ofron njëri me tjetrin. Kush do të qoftë ai, edhe brenda familjes, edhe bashkëshorti me bashkëshortin, edhe me fëmijët, e bën që me mbajt mend këtë datë. Prandaj shumë preferoj që shpërndahen dhurata brenda familjes në ditën e festive të Bajramit, të vizitohen njëri tjetrin, dhe kjo është mesazhi më i madh çka duhet me pas. Qysh Bajrami nuk pranon zemrat të hidhur. Dhe kjo ditë festive nuk lejon që me pas zemra ende të cilat janë të inatosura njëra me tjetrën. Do të me të i kalu këta me ngrit nivelin ton pak më nalt, që për hir Zotit madh me i kalu ato hidhrimet të cilat i kemi pas me zveti, me shku me vizitu njëri tjetër. Ka njerë po dëgjojmë është shumë për fat keq jo mirë, edhe brenda familjeve, vllau me motrën, motra me motrën, vllau me vllaun, po i dhronë për çështje kur gjë. Nëse ndalesh dhe analizon për asgjë, për çështje të kota. Bajrami thret që me shtri këtë dorë. Bajrami nuk lejon asesi. Zatin, pejgamberi sa na mëson që Ramazani mundet me mbet i pangritun tek Zoti i Madh për shkak të hidhrimit të dy muslimanëve mes vetë. Për shkak se ka një hadith që një natë prej natëve të muajit që është paraprak të Ramazanit, Allahu te barek ve teala i fal të gjithë përveç ata të cilët janë të hidhruar mes vetë. Thot Zoti i Madh lëni këta, çka do të thotë lëni këta? Do të thonë veprat e mira u andalni aty, derisa këta të pajtohen mes vetë. Po ka mundësi që dikush ndoshta Ramazanin e kalum, e ka agjëru, po ende nuk është ngrit te Zoti i Madh, pse? Për shkak të hidhnimit të inateve të palidhje ndoshta mes veti. Prandaj është thirrja që i harrojmë inatet, të afrohemi, ta vizitojmë njëri tjetrin, ta duajmë njëri tjetrin. Ta duajmë për hir të Allahut te barek ve teala, pa interesa, për shkak se për Zotin e Madh për këtë kemi nevojë më shumë. Me qenë afër njëri tjetrit, me e dash njëri tjetrit, me e mirë kuptu. Çka kur të rrin me dikon, ka mundësi dikush me thonë një fjalë, ndoshta në formë shakaje, ndoshta e thot pa mendu, po mundet me qenë ndoshta fjalë e cila të lëndon. Po ti gjeje atë forcë që jepi arsye. Thot pejgamberi sa kur dikush të lëndon prej vllazëve tu, prej shokëve, thot mundohu mja gjetë edhe 70 arsyetime për atë vepër që e ka. Ndoshta e ka thonë, po ndoshta se ka mendu, ndoshta ka pas ndonjë qëllim tjetër. Prandaj mos bëhemi sikurse xhami, sikurse Chelsea që me një goditje të vogël me u thymë një herë. Bëhemi më të fortë. Bëhemi sikur Çeliku, i cili është rezistues dhe nuk dorëzohet lehtë. Faleminderit shumë edhe që erdhët, edhe që ju kena, edhe ne ju dëshirojmë sukses edhe në projektet që keni me bo, edhe Zoti ju rujt, edhe ju shpërbleft, më ju thonë edhe urime Bajrami, se nështë nuk shihem, për ju thojmë gëzuar Bajramin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia ishte jona që ishim këtu sot me juve, edhe ju urojmë edhe juve punë të mbarë e suksesën të ardhmen. Faleminderit shumë. Sidomos Erdoganit edhe ekipit komplet kryesisë që jeni atje, mos i lajmë anash, dhe i përshëndesim gjithë me ekipin e juve, kryesinë e mrekullueshme pra që keni punu edhe po punoni edhe zi që thëmë tjetër ju prift e marën, neve na keni mbrapa për gjësen që i mund neve të kontribojmë, do t'jemi me juve pjesë e organizimeve, pjesë e diçka që inaugurimeve, apo qatë këtë në talmen do t'jemi bashkë, do t'je përcjellim. Faleminderit.